ju ta dini që linja Trump është shumë e fortë dhe do të shpallen non grata, do të kemi procedime, do të kemi shumë goditje në Republikën e Shqipërisë. Dhe ju do të dini vetëm këtë gjë, që është e sigurt, që disa goditje do jenë sekrete. Pse do jenë sekrete? Sepse nuk duhet të dalin në opinionin publik që janë goditur. Pra, dikujt nuk është dhënë viza. Nuk do jepen vizat. Kanë ikur vizat për disa. Mbajeni mend nga ana ime, kanë ikur vizat me kohë. Thjesht ata kanë një vizë të xhepi dhe thjesht e mbajnë. Kur shkojnë atje, e thënë ktheu pak zotëri se viza ka ikur, të ka ardhur njoftimi, por ke bërë sikur nuk të ka ardhur. Po të vjen në emailin tënd dhe ke aty të rezervuar. Prandaj unë dua të them që linja Trump është gjë tjetër, nuk mund të vendoset dhe të barazohet me pjesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të departamenteve. Pra ta drejtësisë amerikane apo të departamentit amerikan të shtetit. Por ajo që unë duhet të them është që linja Trump është më e fortë se këto linjat e tjera. Avokat, të ndaremi pak te Erion Veliaj, ku së fundmi janë gjetur në burgun e Durrësit aparate celulare të fshehura në dyert e gabinave të dushit pranë ambientet e përbashkëta që ndajnë të burgosurit. Në këtë rast kjo ngjarje sa lidhje ka me Erion Veliajin dhe a vazhdon Erion Veliaj që t'i lëviz fijet nga qelia me aktorët e tij që ka jashtë burgut? Shiko, kontrollet në burgje janë kontrollet të cilët bëhen që na vërtetojnë në shumtën e rasteve që ka një dështim total të menaxhimit të burgjeve. Shikojmë që në burgje nuk ekziston ajo siguria e dur që duhet të ekzistojë, por në rastin që zoti Veliaj mund të përdor një aparat, nuk mund të faktohet, sepse në të njëjtën kohë dikush mund t'ia marrë edhe të marrë ai sikur ai e ka bërë një lëvizje të tillë dhe një aparat është futur në burg. Pra, ka një monitorim, ka një mundësi që personi të flasë të bëjë vetë disa lëvizje, po deri aty që mos të cenohet më rënd imazhi i tij, po edhe vetë procedimi penal, sepse është mjaft të shqetësuese fakti që ndaj zotit Erion Veliaj, për rastin e tij, prokuroria ka qenë kaq shumë e investuar që akoma edhe frymarrjen e tij ta kishin në monitorim në momentin sa po fut në burg. Është shqetësuese ky fakt, sepse aty kupton qartazi se si një prokurori politike, e cila i shërben një personit, shkon edhe futet në një luftë ose në një luftë të llojit të brendshëm në Partinë Socialiste, duke vendosur zotin Veliaj në regjim apo në monitorim të dytë, pavarësisht se ai ishte tani e tutje në mbikëqyrjen e shtetit shqiptar. Pra, edhe mënyra se si ju thatë për punën e burgut të Durrësit, sigurisht që çdo sent i palishëm, sigurisht që ka shërbyer pushtetit politik. A mendoni se Veliaj ka folur në SPAK sa i përket aferave korruptive të Edi Ramës, por edhe këto të fundit të Belinda Ballukut, dhe a është Veliaj një nga aktorët kryesor që SPAK-u ka bërë lëvizjet e tij për të goditur zëvendës kryeministren? Dukej sikur është Veliaj, por nuk është Veliaj. Pra, në pamjen e jashtme do shikoni që SPAK-u vjen në lartësinë e duhur. Qesharake. Lartësia e duhur për SPAK-un është që SPAK-u po punon në këto momente që flasim për të ndihmuar zotin Rama që në aspektin e jashtëm të duket që Rama është i goditur sepse SPAK-u po i godet njeriu në vet. Dhe nga ana tjetër, po SPAK-u po i godet njeriu në vetë që e ka vendosur në fushatën e Tiranës, në rast se do zhvillohen zgjedhjet. Pra, në të njëjtën kohë, Rama është tregues i qartë i faktorëve të tjerë apo individëve të cilët thonë që na Rama e ka çka ka Rama, ç'a thoni ju Rama, po ç'a Rama. Jo re, se themi ne, faktet flasin vetë, ulërasin nga mizë deri ndarë. Pra, zoti Veliaj nuk mundet të bëj gabim flas, sepse zoti Veliaj pret datën 31 tetor, javën e ardhshme. Do shikojmë që gjykata kushtetuese do jetë në nivelin kushtetues apo do bëhet vegël e Partisë Socialiste.
sepse shkërmoqjen e saj të bëri kur bëri deklarimin e antarëve të sajt dhe mbaroi për disa antarë mbaroi sa më shpejt mandati i tyre, që u bë palë me partinë në pushtet. Dhe do shikojmë, a do vazhdoj të bëhet dhe të qëndroj palë me partinë në pushtet? A do të haj presionin? A do të haj sapunin për djathë? Dhe prandaj unë po ju them që kjo është një lojë e errët, e vështirë, e rrezikshme, që ne si qytetarë duhet marrim masa dhe duhet të ndëshkojmë Partinë Socialiste, për shkak se Partia Socialiste po godet çdo qytetar shqiptar. Të dashur zonja dhe zotëri, flaka është në derën tuaj, po thjesht ju nuk po e kuptoni. Kur do të vi momenti që të kërkoni që në tubin tuaj të ketë ujë për të shpëtuar veten tuaj, do të jetë vonë, sepse ju keni bërë pakt me heshtjen, duke justifikuar qëndrimin tuaj sepse këtu nuk ekziston më i mirë sa Edi Rama. Jo, është gabim. Ju duhet të reflektoni dhe duhet të ndëshkoni Edi Ramën dhe çdo person nëpërmjet votës që ata mos të bëjnë statistike spaku. Por duke i qëndruar ju të heshtur dhe duke justifikuar që nuk ka më të mirë se ky sepse ky po i çon në burg, atëherë flakën e keni në derë dhe mos prisni për drejtësi, sepse do bizotroj padrejtësia dhe ju jeni bërë palë me padrejtësinë. Prandaj duhet reflektim sa më shpejt, sepse po ju erdhi flaka, do të vazhdoj, do të bëj e atë që ne themi faktin konkret. Nga flaka e dini ju ç'a del në fund fare. Prandaj unë uroj që qytetarët të kuptojnë që të këto rastet e ndjekjes penale politike të politikanëve tanë nuk del i favorizuar populli shqiptar. Mbantje politikanët do dalin më të favorizuar. Berishën e pe, është kryetar partie, Yuri Kim është çfarë është? Ka ikur nga ambasador. Është fakt konkret. Zoti Meta është burgaxhi. Ku është sot zoti Meta? Është burg. Po çka ka zoti Meta? Nga ish president, një nga të vetmi ish president, ka parti politike. Ish president ka 4 deputet në parlament, partisë së tij. Ish president ka grup parlamentar me pak me Sali Berishën. Është ish president i cili nga të presidentët e mëparshëm shiko Bamir Topi e të tjerë, që Bamir Topi ka ta ndisi analist. E kupton tani? Dhe zoti Veliaj për mendimin tim nuk do flas tani. Dhe ajo që unë mendoj është që zoti Veliaj do flas në një moment tjetër. Por zoti Rama goditje nuk do ta ketë as nga Velia as nga një person që mund të jetë brenda. E di nga ku do ta ketë Edi Rama goditjen. Nga njerëz që e rrethojnë Edi Ramën sot. Dhe rrezikun Edi Rama e ka rreth vetes, por nuk e kupton. E di pse nuk e kupton? Sepse Rama ka një problem. Çfarë? Ka marrë të gjithë servilat e të tjerëve. Dhe ka marrë rreth vetes.